bën ti në kohën për veten tënde, në kohën e lirë? Domethënë kur them në kohën e lirë, dikit rregulloj çik fajin. Dikit lyhet çik thinja që më kanë dalë. Filmashe? Filmashe, ke durin të shofësh filma? Po i keni emër çurat në kinema. Të kam qef të çoj ata. Po edhe në shtëpi shohë me Netflix i kam qef. Po me detyrat. Je mama që kontrollon? Ja, kam qenë çik vitet e para, në fillimet e fillore të shkollës. Po sepse gjithmonë kam pasur zyshat ato i bënin, ja ka qenë shkolla private dhe detyrat i bënin të gjitha në shkollë. Do të vitin gati. Po after school, kështu që nuk është se kemi pasur detyra në shtëpi të mëdha. Informacionet e merrja nga zyshat, kështu që pastaj unë i qëndroj vetëm një mendimi që në një fëmijë që është për të bërë, do bëhet. Nëse do mësoj, do mësoj. Nëse do mësoj, nuk do mësoj. Është shumë e vërtetë. Kështu që gjithsesi, secili e gjen rrugën e vet në një moment të caktuar. Mësovi apo nuk mësovi. E mira është të mësoj, sepse duhet të mësoj. Është një plus shumë i madh. Po, pa diskutim, por që mua më pëlqen shumë i shpreh Elon Musk që thotë shkollat nxjerrin njerëz konsumator, jo lidera, kështu që e vërtetë është kjo. Që ka të ardhur koha sot, ka ndëshmuar shumë njerëz të suksesshëm që edhe nuk kanë përfunduar shkollën, por që nuk është ky mesazhi që duam t'i japim. Ja, pa diskutim që jo, nuk ka lidhje kjo fare me ato që po dua të transmetoj apo të them unë. Unë kam të dy kalamajt shumë mirë në mësime Bilezbeko, është akoma dhe më mirë se Fernando, se Fernando është më i prirur dhe më shumë tek futbolli. Është futbollist shumë i mirë. Kështu që unë gjithmonë i them, duke qenë që Beko është i prirur më shumë tek studimi i shkollës, i them ti të keq që mami bëu se jepet shumë për vizatim, për inxhinieri, për arkitekturë, i them të bëhesh o inxhinier ose arkitekt. Sepse kam qejf të udhëzoj që të vogël të fokusohen diku, sa ta gjen dashur vetë, se mund ta gjejë më mirë. Po, pa diskutim. Ndërsa Fernando si kam thënë ke që nona biri konde, se ke talent. Shumë mirë. Shohim që pas ke një unazë aty. Pa. Ka qenë vetëm një send. Sa gjë nuk e gjeta do tjetrin, prandaj. Një send, po me sa di është shumë i rëndësishëm dhe është sa për 3. Pa. Fiksa për 3, sa ajo gjë më ka bërë mua. A mund ta marrim pak ta shohim që patjetër me 3. Është unaza e martesës së mamit dhe babit tim dhe ma kanë dhënë mua, e mbaj unë. Do të thënë në ditët e tua jo të mira, i flet unazës? Ja, unë flas me Zotin zakonisht ditët të mia jo të mira. Më thonë ulem, falem dhe flas vetëm me Zotin. E ke gjetur atë paqen inner peace atë? Kam vite që e kam gjetur. Kam shumë vite që e kam gjetur. Patjetër. Kështu që jam pajtuar me të mia dhe me të këqijat. I ke pranuar gjërat? Nuk është shumë të këqijat i cili. Jo me të këqijat e mia. Jo, të këqijat që i kanë ardhur në jetë. Të vinë në jetë. Të dhimbjet, humbjet. Marë shumë easy gjërat. Jam edhe vetë pak natyrë praktike, pa diskutim. Por që edhe besimi dhe dashuria që kam për krijuesin më ka ndërtuar një lloj themeli shumë të fortë ndaj vetëstimit dhe të pasurish. Ke dora jote aty, si gjithmonë? Faleminderit. Tani do ja tregojmë atë surprizën? Do ja tregojmë patjetër, po ti nuk do flasësh fare. Do them kemi një surprizë për ty dhe kemi dhe një surprizë po pra për ty, po edhe më shumë për teleshikuesin. Tani, unë do t'jap telefonin, okej? Ti aty e shef që është një audio. Nuk do flasësh fare. Do ta plejosh, do ta dëgjosh fare mos fol. Kur të mbaroj, do flasësh çfarë të duash. Okej. Në rregull? Tani. Atëre, na falni, ta gjejmë pa reagimin e Cilit. Atëre, vetëm se duhet ta mbash këtu tek mikrofoni në mënyrë që të dëgjohet. Me kujdes, prit afroje. Afroje ke mikrofonin. Afroje sa më shumë. Përshëndetje Lori Vera. Një përshëndetje speciale për të ftuarën tuaj speciale. Dua t'i them dy fjalë. Ndjem shumë e fat që të kam njohur dhe ne kemi kaq vite. Që fëmijët marrin shumë dashuri nga ty dhe ti kujdesesh për ne çdo ditë. Dua të të shoh sa më shumë të lumtur dhe të realizuar në jetën tënde. 3 sendet e mia janë orë, çantë dhe këpuc. Ju përshëndes vajza dhe shumë urime për emisionin. Po më thos m'ka put fare. Vetëm ju ka përshëndet. Po ti do të sputhi live më tani? Jo, po burin tënd, se vetëm më ndodhi kjo. Sepse nuk më shkoi mendja. Ha moj, e shikon që këmbulëm. Ja pra, po ne tash do të ta them unë se si është, po ti si e ke manipuluar deri në këtë pikë më. Po ja, përfundimisht ti kthesh mendjen e Albanoxhës, është hap vete. Do ta them 2 fjalë për Albanin.
Se mund të fjalë për Albanin? Po ç'të them e motor se. 2 fjalë me 2 fjalë. Sa i tha ca fjalë. Jam e thatë që e kam shumë. Dhe kam bërë zgjedhjen e dur në jetë. Jam shumë e lumtur që po rrisim të 2 fëmijët tan bashkë. Dhe uroj që Zoti na bëj sa më shpejt me një vajzë. Do të që një ulitse midis dy çunave, na mjafton dhe ato që kemi, por që nuk është problem dhe po nuk erdhi. Po e bukur është të vi, sepse 10 vjet dashuri të dy bashkë, normalisht duhet një gocë. Kisha qenë. Duhet bobosa do ta Dhe tipi Albani i shkon shumë një gocë, duke qenë që është pak natyrë ftohtë. Mendoj se ajo do ta ngrohti gjithmonë shumë se ç'a munduar ta ngroh fund gjithë këto vite. Albani nuk është i ftohtë, Albani është shumë i mirë. Unë e falenderoj bashkë me Erën. Ke qenë se ishte Nuk e njohta që isha Albani, nuk ashtu. Jo, Po pse nuk flisim me voice juve apo flisim direkt në telefona? Më thënë, nga që nuk të Ose është një gjë që se shkon fare ndërmendje. Se ka bërë thirrur disa herë për dhe ai nuk është natyra vetë e tij që nuk i ka qef daljet publike. Biles dhe ku postoj në herën e foto një. Po mirë, kjo ishte thjesht një përshëndetje. Na marrim sysh për Po fundesin. të drejtë ka. Na e nxjerr kot fotot. Të drejtë ka. Se besoni të syre. Bançe ku je? I love you dashurin. Albani kishte thënë ora, çanta dhe këpucët. Tani na krijon një histori. Një gjë të vogël. Shumë e thjeshtë me goca. Shoh forën, vesh këpucët, harrova çantën në shtëpi. E harron, ë? Kjo do ndodh çdo mëngjes. Po si ja bën për lekët kur haro çantën? Po do kthej prapë të po marr çantën. Mos u ktheva. Sa do të daloj. Ja harrova që e kam kartën në çantë prapë të bankë. Cili tani do t'i bësh një surprizë publikut. Pa. Kush një kitare? Qysh ku do të bëj kitaren sot? S'ke punë me kitaren ti. Se ti mendon që ata çunat ishin të gjithë të stafit, ai është muzikanta ideali. Ka punuar një këngë tënde. Kitarist që ne s'do të pyesim për muzikën, por duam që ti t'i dhurosh pak emocione publikut. Po. Do të ndojmë tani. Dgjoj këngën e kam zgjedhur unë. Ajo, s'kam punë unë. Na pyesni, kemi një to korda si. Ike. Oh, chill. Mirë se të vish djal, të presim. Ja, u luftë. S'ka gjë të letë. Zhduku në djallë, se mua velot s'mërin, dhe kjo buqet e luleve, është një mbeturin, zemran, të hapa me dere me nder, por gjuajte, si të ish pa vler. Zhduku në djallë, vetëm u duket e saj, se zemra e vrar as një gazet, jo s'është më lajmi i parë. Dalet, veturat për jetë në këtë qytet, dalet, jetë e shkret. Një dashuri dorëheqen dal, një dashuri sot ditën e fundit ka. Një funeral në vend të kampanave, të dasmave. Një dashuri dorëheqen jetë, një dashuri e madhe e vetmja në jetë. As lam të mirë në vend të kampanave, të dasmave. Aj, ku thit që shumë Marrë Miqili, shkëndova dhe unë Miqili. Edhe puna ka lëvizje. Shumë faleminderit. Po punë e madhe fort, po para emocione dhe nuk ka lëvizje intonative. Miqili, je shumë e mirë. Ju dua shumë, faleminderit shumë. Faleminderit shumë për Unika emocione. se janë për ditëlindjen Ik, ti ku të Ik bëj duash, qef. neve Ne të do duam ikim. shumë. Të lumshëm doshkat e vogla. Faleminderit. Dhe kështu Do ikim të gjithë. Do ikim. Natën e Natën mirë, e mirë. faleminderit. All I need is us together. Anywhere we go to, in this moment will you say it like you mean forever? No matter what we go through, always gonna have you. All I need is us together. I know that you love me with everything we could be, holding on until forever. The only one that knows me, only one I wanna see. Let me take you to my galaxy. Say goodbye to all your wars.